plazhi i tarifuar nga bashkia do menaxhohet në zonën e Lugomares. Në zonën e Lugomares kemi në zonën e Lugomares kemi 44.300 m2 plazh. Nga ky plazh publik është 15.500 m2 rreth 35%. Plazhi i tarifuar nga bashkia janë 18.200 m2 rreth 41%. Plazh privat janë 10.600 m2 rreth 24%. Tute plazhet private kemi parasysh ata që kanë kontratë 2, 3, 4 vjeçare ose hoteleritë. Duke u bërë një analizë të tregut për çmimet, një çadër me 2 shezllone, bashkia ka vendosur për një çmim 700 lekë për një çadër me 2 shezllone. Ky çmim shton konkurrencën në treg, ku kemi parasysh që në treg çmimet variojnë nga 1.000 deri në 2.000 lekë për një çadër. Duke u menaxhuar nga bashkia kemi shërbim më të mirë ndaj qytetarëve, kemi uljen e rrezikshmërisë dhe sigurinë më të madhe ndaj qytetarëve ndaj kryes të aktivitetit të plazhit në qytetin e Vlorës.